për një skandal do të quaja, të evidentuar, të zbuluar nga qendra alert, punë e cila ka nisur që në fund të muajit tetor në fakt, nuk është se duhej në një investigim shumë i madh, por ashtu erdhen procedurat, ashtu erdhen ngjarjet, dhe do të flasim sot për një produkt që në fakt shumë shqiptarëve nuk ja pret mendja që është me probleme. Do të flasim për turshit. Për turshit e importit, të cilat masivisht, jo të gjitha, por thuajse masivisht rezultojnë me pesticide sparit të ndaluara dhe e dyta me disa të tjera me pesticide mbi normat e lejuara nga legjislacioni shqiptar dhe ai i Bashkimit Evropian. Atëherë si nisi historia? Në muajin tetor në sistemin rast të Komisionit Evropian, një ngarkesë me turshi nga Kosova rezultoi me pesticide të ndaluar, konkretisht me klorperifos në Sloveni. Në të njëjtën kohë qarkulloi edhe një lajm që disa turshi nga India, të prodhuara në Indi, ishin me përbërës paracetamoli, por kjo e zbuluar në Gjermani dhe ky si lajm nuk ishte lidhje me Shqipërinë, as i pari sepse ishte i Kosovës. Në këtë kuadër qendra alert me 25 tetor të 2025 i dërgoi një shkresë zyrtare Drejtorisë Përgjithshme të Doganave për të kërkuar sasitë e turshive të importuara në Shqipëri. Pra, nga 1 janari 2025 deri me 25 tetor 2025. Dhe shifra në fakt kur mendon ishte e frikshme. Ishte sepse janë 13.627.029 kg turshi të importuara.